Ju e dini, Partia Demokratike e Kosovës që para 15 prillit ka qenë ndoshta partia e vetme që ka mojtë konsistent qëndrimet e saj, edhe sot, ashtu sikur para gjykimit, ne kemi abstenuar në votime për çfarë përket nënkryetarit nga komuniteti serb. Është konstituuar apo jo kuvendi, duket se kjo përgjigje ende nuk e ka marrë formën e plotë. Unë besoj që konstituimi ka qenë i domosdoshëm dhe nevojshëm qysh me 15 prill për çka jemi angazhu ne, mbetet të shihet a do të funksionoj tutje. Për neve është shumë e rëndësishme që konstituimi të jetë final dhe që të hyjmë në afate kushtetuese për të parë mundësinë e formimit të qeverisë së re, dhe duke ditë që asnjëra palë nuk e ka shumicën parlamentare, besoj që ajo që është më e rëndësishme në këtë moment është që të gjejmë mekanizmin që na dërgon në zgjedhje të parakohshme sa më parë dhe pa vonesa. Unë shpresoj se do të ketë racionalitet mes palëve për të arritur një dakordsim të tillë, por kjo mbetet të shihet në ditët në vijim. Ne jemi vetëm 2 ditë para zgjedhjeve lokale, e rëndësishme është që të kemi fokus që ky proces të shkojë mbar, që të kemi një proces zgjedhor shembull, siç e kemi pasur edhe të kaluarat, dhe që verdiktin e qytetarëve edhe në nivel lokal ta kemi të plotë dhe të respektuar nga të gjithë. Është çështje e vendimeve partive parlamentare, në këtë rast grupeve parlamentare, se si vendosin dhe pse vendosin dhe cilat janë arsyet. Unë besoj që ata vetë do t'i japin shpjegimet e tyre. Sa na përket neve si PDK, edhe para gjykimit edhe tash që është konfirmuar qëndrimi që e kemi thonë s'di so herë në këto konferenca, e kemi mbajtur qëndrimin e njëjtë. Nuk jam i sigurt, sepse këtu nuk pat as shërt. Unë mendoj që ka pasur hapësinë tjetër për konsiderim të konstituimit legal apo kushtetues, sepse e pash që kryetari i kuvendit munduaj që ma shumë të konsultuaj me ata që japin instruksione se sa që ta bëjnë një interpretimi kompetent për sa i përket konstituimit apo jo. Megjithatë, sot aty është një konstatim që është bërë një konstituim, që është zgjedhur edhe nënkryetari nga komuniteti serb, kolegu ynë zoti Rashić, por si do të shkojë tutje, mbetet të shihet. Tashmë fatkeqësisht kemi pas disa lanë në gjykatën kushtetuese, unë shpresoj që nuk do të ketë më, e që të ecim me një dakordim përpara për me shku në zgjedhje të parakohshme, sepse ky kuvend, kjo legislaturë po shihet se s'është në gjendje me kriju shumicë parlamentare. Urdhë. Unë tash do ta mbledh grupin parlamentar, por besoj se po, sa na përket neve, konstatimi i kryetarit është aktualisht valid, shohim e bëjmë nëse ka një ndryshim nga ana e tyne. Urdhëra. Fokusi im është tek fitoria e Partisë Demokratike të Kosovës në zgjedhjet lokale, për çka jam edhe inkurajuar dhe optimist nga puna e madhe që është bërë në terren gjatë gjithë kësaj kohe, sidomos në fushatën zyrtare. E shoh dhe e ndjej një mbështetje të madhe qytetarëve. Ne kemi fituar dhe para 4 vitesh numrin më të madh komunave si dhe të asamblezëve, besoj që do të arrisim këtë herë. Ndërsa për sa i përket mundësisë për ta bërë qeverinë e partive të ish opozitës, do të shohim kur t'i vijë radha, nëse i vije, por mendoj që më e rëndësishme se ka që është shkojmë drejt një procesi të ri zgjedhor, që të ketë zgjedhje parlamentare të parakohshme, në mënyrë që vërtet ai proces pastaj ta nxjerrë një legislaturë tjetër e cila do të jetë pak më e përgjithshme spaku se sa kjo që jemi sot. Unë besoj që s'ka më jetë mirë në Kosovë spaku ndrenas pa e dëgjuar atë incizim, i cili ka qenë shokues, besoj për të gjithë. Mendoj që përkundër deklarimeve të palëve të ndryshme, juve që e keni nxjerrë dhe të përfolurve që janë mundu me arsytu, i takon gjithsesi organeve të rendit që të merren dhe ta hetojnë këtë situatë në mënyrë urgjente, sepse vërtet ka qenë shumë problematike me dëgju ato fjalë që janë dëgju për prona publike të cilat janë qytetarëve të komunës së Drenës. Para punës unë në nadin e një shumë të para Albin Kurtit besoj edhe kam punu me ta, kemi qenë kolegë në qeveri, kemi qenë kolegë në kuvend, kam mirë kuptim për pozicionet e tina, her ka qenë i pavarur, her ka qenë me listën serbe, her ka qenë pastaj prapë i pavarur, dhe unë e ruaj respektin personal, por për dallim për Albin Kurtit unë nuk i ndaj serb në serb të mirë dhe në serb të këqij. Kjo është problem i cili besoj nuk i takon partive politike, as më pak leadershipit shqiptar, me i kallëzu kush janë të mirë dhe kush janë të këqit. Kjo është diçka që i takon të kaluarës. Qëndrimi junë ka qenë i qartë.
ne kemi vendosur për të gjithë njëjtë. Sepse për ndryshe i bie pikërisht me Ron Grockën Albin Kurtit që i ndon serbët sipas lojaliteteve ndaj tij. So ma shpejt, me një herë mas zgjedhjeve lokale, me qenë se afatët s'lejojnë me mojt me të nëntit, prej këtu ku jemi sot, me 16-in, me 23-in, me 30 orë, me 70 orë, me 14 orë, so ma shpejt, se kanë bloku vendin me këtë mentalitet, bloku lëvizjave të vendosje, vetëm për faktin që kanë pak ma shumë deputet. A kemi marrë iniciativën për shpërndarje të votarëve? Po do të më falni se në ju të s'keni faj, po me qenë se për respekt, po të kthehem ka kolegë. Çështja e iniciativës do të mbaret nga hapat që do të pasojnë. Ta nxomë nëse zoti Kurti e merr mandatin tash nga presidentja, padyshim se s'do të jetë i aftë për me kriju qeverinë e re, shohim sa shpejt dorëzohet. A e merr mandatin nesër apo e shfrytëzon 20 ditë që i ka afat. Momentin që e merr shohim a dorëzohet nesërmën apo e shfrytëzon 15 ditë. Tash është pak a shumë nëse fillon kjo pjesa e afateve kushtetuese, 20 plus 15 ditë ju takojnë atyre, tjerat na takojnë neve. Po do folja edhe për këtë punë. Unë menoj që në atë moment unë do ta diskutoj për hir të respektit me këtë deputet e Parlamentit të Kosovës, po sot jam i bindur që duke pas parasysh afate tjera, skadimin e mandatit të presidentës, obligimin kushtetues që ta kemi të zgjedhur një president të ri, një mandat të ri presidencial, një muj para skadimit mandatit që bie dikun rreth datës 4 mars, nëse s'gaboj. Nuk ma merr mendja që ka shumë hapësim për ta kriju një qeveri disa mujore, po është më e rëndësishme dhe është, si me thonë, obligim para qytetarëve të Kosovës që të kemi një proces të rizgjedhor, në mënyrë që pas atij procesi të japim institucione stabile dhe afatgjata.